Ky shpirtim është lodhur shumë, dunjan e ngusht është i robnum, nuk di dhe sa kanë bet me ardh, Zot më ndihmo, vi faqe bardh. Gjennetin tane kërkoj o Zot, në hijet pëmve me fruta plot, në shtëpi të paqës të jem për her aty ku. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi të konë Allahu subhanahu wa ta'ala. Mëshira Allah që humbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Allah subhanahu wa ta'ala ju shpërbleft të praneshëm të gjithë që keni ardhur prej vendeve më largë më afër. Allah ju shpërbleft edhe hoxhallar që janë prezent me neve dhe hafuzat. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala ju shpërbleft ata që kanë bën akika. Janë disa vllazni që janë të bue, kanë bën akika për secili për fëmijët e tyre. Vllau Ardian Gjura, Allah subhanahu wa ta'ala forcoz dhe lirof sa më shpejt, ka bë për djemtë e vet vllau Ardi, pe gjithashtu vllau Musa, Prizren, vllau Naimi Tërpezës gjithashtu, Allah subhanahu wa ta'ala shpërbleft edhe baba më i ri, vllau Shpati, Allah subhanahu wa ta'ala inshallah i qenë bereqet në fëmijët e tyre edhe në familjet e tyre. Zakonisht e kemi dersën e të shtunës, mirë po sonte me lena Allah subhanahu wa ta'ala kanë më na fol 3 prej hoxhallarëve secili, ndoshta me kujdesin që mos më kon se 3, më kon gjatë 3 bën tana gjatë shumë, po secili me kanë këshill dhe inshallah përfitojmë prej asaj që ata thonë. Parin inshallah vjen hoxha Vajlan, pastaj hoxha Ilir, pastaj në fund hoxha inshallah që Allah subhanahu wa ta'ala shpërbleft. Secili që vjen do të më di që unë e jap që ta të parit tani. Ai vazhdon me Allahun tirit e fundit. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Falënderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Po që mëshira Allah që mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë pasuesit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Mos fori lut Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu këto prind që sot kanë bërë akik, që Allahu fëmijët e tyre t'i bën fëmijë të khairit, t'i bën shërtor të kësaj feje, t'i bën shkaktar që këta me përfitun ditën e gjykimit, që shkanor hadithet, një prej hadithet që është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kur vdes njeri futet, domethënë ngritet lapsi, përveç 3 gjona e një prej gjona është kur lënë fëmijë të khairit i cili lutet për ta, edhe hadithe të tjera të cilat kanë ardhur domethënë për vojza kur dikush e edukon ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bëhet shkaktar që me mbrojt pi zjarrit xhenemit. Lutë Allahun subhanahu wa taala që Allah t'i bën musliman devotshëm, fëmijë të khairit, t'i bën shërtor të fesë Allah subhanahu wa taala, gjithashtu do t'i bën të ndëgjueshëm, të respektueshëm për prindërit e tij. Transmetohet një ngjarje nga një dietar i cili është Abdul Qadir El Gjilani. Thot, kam qenë i ri, domethënë djalosh i ri, kur ka marrë rrugën prej Mekës në Bagdad me shku me kërku dituri. Edhe thot, e kam ndërtu çështjen time në sinqeritet. Unë çka do që të bëhet me fol vërtetën. Edhe nëna vet ja ka jep 40 dinar. Ja ka jep për nevojat e tina kur qëndron në Bagdad për shpenzimet e tina. Edhe duke shku rrugës thot, kur kanë rrinë një vend, thot kanë dalë ato plaçicat. Edhe ky ka qenë djalosh shumë i ri, i vogël kështu, nuk ja ka mush kërkujnë asynin që ka diçka lemo që ka shumë të madhe të parë,
Edhe një prej plaçica kur e ka vetë çka ki me veti, kjo ka posat gjonën e prejme që me thonë veç vërtetë, ka thonë 40 dinar. Edhe ka kalu se s'ja ka morë menju, që mundet me pos një i madh qatë shumë me lemo thmija. Si për shembull stash me vomi nol, dikuna me thonë soki me veti 100 mjera. A i madhe nuk mundet me pos lemo njëri. Edhe i pore thët, më ka kalu, thët, kur orë një tjetër më ka pyet, thët, çka ki me veti, ka thonë 40 dinar. Edhe thët, kur ka këshyr, unë i ka gjetë tamam ashtu që duhet. Kur e ka qu taj kryesori, edhe i ka thonë, djalesh, ka thonë, çka bon e ty që me kallëzu të vërtetën. Edhe ja ka kallëzu në gjarin, ka thonë që të thët, i kom jep në honës tem besën, se nuk ka me folë se të vërtetën. Edhe rasti këtina djaloshit, dhe më thonë si që sinceriteti tina, i ka thonë kë kryesori aty në e plaqica, ka thonë, për deri sa ti po kujdesesh, mos me thi premtimin që ja ke dhënë nënës tonë, që ka thu ti, dhe më thonë, unë qysh për neglizhej premtimin dhe Allahut subhanahu wa taala. Edhe është bosh shkaktar, dhe më thonë, sinceriteti këtij djaloshit, mu pendu ky kryesori i aty në, dhe më thonë, plaçkica. Kur është pendu kryesori këtij në plaçkicave, ato të tjerë kanë thonë, ti ke qenë kryesori jonë për këtu vepra. Ka thonë, ti na ke prijnë këtu vepra, ti na prijnë pendim. Edhe për shkak dhe më thonë pendimit kryesorit që abo, janë pendu edhe gjithë atë tjerë. Transmetohet nga Sa'd ibn Abi Waqqas dhe Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, thot el mu'min yutba ala el khala kulliha illa el khiyan was sidq. Ka thonë, muslimoni mundet me pos çfarë do lloj tabiati. Muslimoni mundet me pos çfarë do lloj tabiati, përveç se ka thonë nuk do të me pos gënjeshën e tradhti. Çdo gjë, çdo gabim mundet me rrallë një besimtar, përveç se Allahu na rujt, domethënë mos me qenë pe aty në cilët nuk e thojnë vërtetën, janë gënjeshtar, edhe pe aty në domethënë cilët mashtrojnë. Edhe mbi këtë është ndërtu daveti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe para wahjit është njëf si njeri besnik, është njëf si njeri, domethënë që ka qenë i sigurt, emin. Edhe e dini shumë mirë rastin ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është urdhëruar pejgamberit sallallahu subhanahu wa taala që me thirr Hatazi, kur i ka mbledh Kurejshit te Nikodër, ka thonë, ja Kurejsh ka thonë, sikur unë t'ju kisha ju njoftu juve se pas kësaj kodër është një ushtri, cilët, domethënë, po dënë m'ju sulmu juve, a kishit me besu? Ka thonë, po vëlloj, ka thonë se na nuk kena po pejteje veç se sinceritetin. Më thonë, është një pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për sinceritet. Gjithashtu edhe rasti Gjafir ibn Abi Talibit tek Nejashiju. Kur kanë bo hijret musliman të Habeshije, kur janë shku disa pejtrive, domethënë që i ka dërgu Kurejshit, paria Kurejshve, për mi marrë ta muslimanët me kthy brapsht, kur ja ka prezentu davetin, kur ja ka prezentu kush është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka ka thonë? Ka thonë Allahu subhanahu wa taala, ba'atha Allahu lina rasulan na'rifu nasabahu wa sidqahu. Ka thonë Allahu subhanahu wa taala e ka dërguar një pejgamber, cilin janë njohum edhe priordhën e tina, edhe janë njohum sinqeritetin e tina. Dhe për pikave, domethënë që e ka cekë se çka po thirr ky pejgamber, ka thonë ya'muruna bis salati was sidq. Ka thonë na urdhëron neve namaz edhe në sinqeritet. Edhe rasti fundi që po e cekët që mos me zgjat shumë, është rasti i Heraklit me Ebu Sufjanin, e dini shumë mirë, domethënë Ebu Sufjan kur ka një Herakli, se dikush është dalë edhe po pretendon pejgamberllëkin, i ka urdhëruar atë parinë e vet për me marrë dikon për arabëve, për me njoftu më shumë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe në atë kohë një prej arabëve që ka qenë në Sham duke bërë tregti ka qenë Ebu Sufjani, edhe kur e ka thirr, domethënë e ka pyet për disa cilësi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një prej cilësive që ka thonë Ebu Sufjani, domethënë ka thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i sinqert, është njëv domethënë për sinqeritet. Vëzni me morë një shembull shumë thjesht, sepse cili për neve domethënë e kena thirrën tek Allah subhanahu wa taala mbi supet tona, do të me pas shumë kujdes në këtë cilësi, sepse Allah na rujt nëse na nuk njihum për sinqeritet, njerëz nuk na besojnë edhe për gjonat më të vogla. E lejmë domethënë që është feja Allahut subhanahu wa taala. Përderisa ti je në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përderisa ti e ke marrë përsipër, ke
këtë davet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të me pas kujdes, më thonë që me qenë sinqert që njerëzit kur që thush diçka me të besu, qysh ka qenë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ju sallon që Allah na bën sinqert në ato që thojna, e qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد. Gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurimet I takojnë vetëm Allahu subhanahu wa taala. Vetëm atë azza wa jalla falenderojmë dhe vetëm prej Tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë dhe e pranojmë se nuk meriton të adhurohet askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Ose Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij dhe është vetmja krijesë që Allahu subhanahu wa taala na bën kushte ta ndjekim, ta pasojnë hap pas hapi nëse dojnë me kon të shpëtuam. Allahu subhanahu wa taala na bëj prej Ty, ya Rabbi. Allahumma amin. Allah është përbleft për ftesën që na keni bërë dhe gjithë ju vëllezër që keni ardhur në këtë vend. Allah nderoft, ya Rabbi. E gjojshëm këtë mexhlis në xhennetin e Allahut. Allah na fal gjithëve atë ditë kur nuk do të ketë falje tjetër pas asaj ka e fal Allahu te barek ve taala. Allah I bën këta fëmijë të hajrit, ya Rabbi. Allah I bën këta fëmijë që me po ummetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hajër të madh për tyne, me gjithë prindërit e tyne, ya Rabbi. Allah I qoftë udhëzim të plot këtyne dhe neve, ya Rabbi. Allahumma amin. Amin, amin. Atë që do të flasim inshallah nuk do të zgjasëm shumë, po pika të shkurta do të flasim për edukimin e fëmijëve. Dietarët I kanë cek 4 pika për me dalë kësaj teme pak a shumë më me kuptu, me rrëmëllaksu këtë farë teme. Pika parë kanë thonë është që na duhet mu të regu të but me fëmijët e tonë, duhet ka njëherë me loz me ta, edhe duhet me ju të regu atyne dashni. Duhet me të regu atyne dashni që jetë duke I desht, se tot janë. Fëmijët janë tonë, Allah në ka dhonë dhurat. Transmetohet nga Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu warda, I cili ka thonë: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana an-nasi khuluqa. Ishte I dërguar me Allah alayhi salatu wassalam, që morali I tij ishte më I miri për këtë njerëzve. I dërguar me Allah e kishte moralin më të mirë për këtë njerëzve sallallahu alaihi wasallam. Wa kana li akhun, edhe thot e kom pasur në një vëlla që e kemi quajtur atë vëlla Ebu Umair. Ka qenë thot I vogël, sa që ka ardhur I dërguar me Allah alayhi salatu wassalam. E keni parasysh çfarë grade ka I dërguar me Allah te Allah. Asnjë nuk është më I dashur te Allah për krijesën se sa pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për ta Gjehennami ka më nështru ditën e kiametit, dhe kur ti thotë I dërguar me Allah të largohu, ka më largu. Për ta ka më qel dera por për xhennet. El wasile është vetëm për dërgumin e Allah sallallahu alaihi wasallam. E shumë gjona tjera që I ka këto veçori dërguar me Allah alaihi wasallam këtë pozitë shumë të madhe. Kur kanë nejtë edhe me fëmijë ka rom pozitën e fëmijëve që ta kuptojnë fëmijët, ne ta shijojnë ëmbëlsinë që ka afër dërgumin e Allahut alayhi wasallam. Dhe thot Enes radhiyallahu anhu warda, thot kur ka ardhur vllaja I vogël te I dërguami alayhi wasallam, I ka thonë I dërguami me Allahut, ja Aba Umair, o Abu Umair, ma fa'ala an-nughayr, çka ka bo zogu sot? A ke po punën e zogët, çka ka bosa, a ka punu zogët diçka? Pse o kon kategoria e tina me kuptu këtë gjona, jo mi fol gjona madhure. Mi po pse kjo cekët?
për më na dhon mësim që ndjekë dërgumin e Allahut alayhi salatu wasalam, foljo fëmijëve kanë herë në ata çka dojnë. Foljo fëmijëve dhe afroj fëmijët, tregoje që ai duke i dashur. Këtë hadith e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Transmetohet nga Burejda radhiyallahu ta'ala anhu warda, i cili ka thonë, i dërguar me Allahut alayhi salatu wasalam ishte minber duke marrë hutbë. Dhe dalin prej shtëpisë Resulullahit alayhi salatu wasalam Hasani dhe Husaini, nipat e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dalin dhe shkojnë në drejtim pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe të kishin në vesh rroba apo këmisha të kuqe. Dhe i dërguar me Allahut, kur i po ata të ardh nipat e tij, zbriti prej minberit dhe i kopi të dët në krah, unë gjithë minber. Dhe tha, sadakallah, tha Allah ka thonë vërtetën. Dhe pse ki fjallën e Allahut, innama amwalukum wa auladukum fitna, vese e keni pasonit e ju edhe evlat e ju fitne, sprovi keni. Këtë hadith e transmeton Abu Davudi, rahimahullah. Pika 2 djetor që kanë cek, është kemi kujdes, edhe shumë kujdes të madh që mos t'i gënjejnë fëmijët asnjëherë. Pse këtë pikë kanë cek djetorët? Nëse cili rumi opinioni tjetrit, mos më gënjyn. Se jemi mosh rritur, jemi të pjekun. A më të fëmijët lunë shitoni më shumë. Hajtë se t'ja bëj rrafsh se unë ta largoj pak ose s'u pedoroj ose të polip diçka po marr parasysh. Mos e gënje asnjëherë fëmijën tanë. Që shkon transmetime sakta nga Abdullah ibn Amri radhiyallahu ta'ala anhu warda, i cili thot, një ditë prej ditëve më thirri nona jame, edhe më bën, hajde t'jap diçka. Thot, ndërsa prezant musafir e kish me dërgumin e Allahut alayhi salatu wasalam në shtëpinë tonë. Ishte uli dërguar me Allahut alayhi salatu wasalam. Thot, dhe e pyeti nonën time, i tha, ki diçka më dhon? Tha, po e kam një hurme. Tha, sikon mos të kishe pos kur gjanë në dorën tonë. Tu kish shënu që ke rajt dhe kjo ishte kundra teje, nesër në ditën e kiametit, Allah na ruaj ya Rabbi. Kështu i dërguar me Allahut na ka mësuar se çka mos e rajt as fëmijën tanë vëllai dashur. Ma mirë thoj, po moj me tableçat rak ose çat lojna, po një tesh diçka, po pa më parasysh çka kërkon, s'po moj më të çu diçka se sa më thon ndonjë rand diçka. Për çka? Për çfarë arsye? Për arsye se nëse ti fillon një herë e dy herë e rand dikur fëmia s'ka më të besu ty. Dikur fëmia s'ka më të besu. Edhe kur të nën që tash fëmia ose me një prej shokëve të ose vllazëve apo kur kanë të dojtë vet apo pa më parasysh e tregon se pse baba e vet e ka rënë që s'di sa se ka blej filan lojnë. Për çka? Pse e kem lënë neglizhencë këtë farë teme, Allah na ruaj ya Rabbi. Kështu që kujdes shumë të madh kemi edhe në këtë pikë. Allah na forcoj ya Rabbi. Pika e tretë është të udhëzojmë fëmijët e tonë, të këshillojmë që ta kapin dinin e Allahut subhanahu wa taala. T'ja bëjmë dashur Allahun te barek taala dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. T'ja bëjmë dashur fëmijëve tonë Kur'anin, t'ja bëjmë dashur fëmijëve tonë praktikimin e sunetit në shtëpiat tona, në rrotpor, në dukjen tonë. Dhe kudo që t'jena. E sheni që çfarë kohë jem të jetu. Njerëzit krenohen kur fëmijët e tyre ju bën si Ronaldo ose si Messi ose kur ta dinë se si filan këngëtari. Merri fëmijët me vetë llojdoshin nëpër mexhlise. Merri se veç e shohin mexhlisin. Merri nëpër tubimet muslimanëve ku bën. Pse? Kjo është kisha me qujt ashtu një shkollë në vete që do të me jo dhonë mësem fëmijëve tonë. Jo gjithherë fëmijës do të me thonë bane ose mos e banë. Shumë herë fëmija ka me kopju. Vjen këtu në mexhlis, e kopjan këtë mexhlis, vetë pa i thonë të hiç. Të rrit, të zhvillu, dikur e ke morë se bejpët që qaj fëmijë ti ka më udhëzu në rrugën e Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala thon në Kur'an, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu, thot përkujtohet e Muhammed alayhi salatu wasalam kur Lukmanin disa prej dietarë kanë thonë është pejgamber, disa kanë thonë jo, nuk është pejgamber, por është prej njerëzve turp, sidoqë që tjetë Allah te barek ve taala ka përmend Kur'an për të mirë.
Thot përkujtohet i fjalë të Lukmanit kur e këshilloi djalin e tij. Dhe i tha ja buneje la tushrik billah. Dhe i tha o djalosh jam. Veç thirrja të kallxon se çfarë butësie ka pasur ndaj djalit vet. Jo me thirr me epitete të trona, që shkem dëgju xxx fjalë subhanallahu Allah na ruaj ya rabbi. Mirë për çka e ka thirr me fjalë të buta o djalosh jam. La tushrik billah, mos i bën kur shirk Allahut. Inna shirka la dhulmun adhim. Me të vërtetë shirku është prej zullumit më të madh që ekziston. Allahu na ruaj ya rabbi. Derisa çai ka thon ya bunayya aqimis salat. O djalosh jam, falë namazin, mos e lën namazin. Ja se na e dim se ai që e lën namazin ai s'ka din. Ai që e lën namazin ai ka dal prej fesë. Allah në rujt ja rabbi. E që ka pos për qëllim, t'ja mësën ojken e këti dini. E para, mos i bën shirk Allahut, mos adhuron kërkan tjetër përveç Allahut. E dyta, falin namazin, urdhëron veprat mira dhe ndalon nga të këqijat. Edhe këtë pikë, shumë jena neglizhent ndoshta. Hajtë se i ka ful dikush, ose çështojmë na, e kom këshillu e vlodin tem 3 herë huq. A punë të madhe pas ke bo. Me bo që e fëmija ëtë kur të rritët, a me hinë punë, për një rrugë. A shkon me thirë në sabah me qunë punë veç 3 herë, unë jam i bindur që ju, kur njëtë se bënë. Po shkon të eri sot të zgjesh për gjumit se le rahat, pse? Veç me shku se për mungan atje në punë i shrut një minos i hub dhe pare. Ndërsa për gjennetin e Allahut, e me i largu gjehnemit, hajtë se e lom neglizhent, hajtë se pëmdhimet, hajtë se kështë, mos hezita, këshilloj për të mirë. Kur te këshillon dikan për të mirë, nërsi fëmijës tanë me edep që shduhet me butësi, edhe qaj fëmijë s'ka ka shka në vëllëzi, edhe qaj fëmijë ka me dol, ka me morë yrnek prej neve, dhe ka mu bon prej atyne që këshillon veprat mira. Këta kështë e për qëllim edhe Lukmani. Transmeton nga Abdullah ibn Amri radhiyallahu ta'ala anhu arda, i cili ka thonë një dërguar me Allah alayhi salam, urdhëroni fëmijët e juve që ta falin namazin kur ata i arrin moshën 7 vjeçore. Urdhëroni fëmijët e juve që ta falin namazin. Nëse ata vazhdojnë mos me fal namazin kur të i bëjnë 10 vjet, rrejni ka pak, goditni ka pak. Jo me kop me myt. Me përgjysmu Allah në rujt. Mirë po me rej që me dhonë edukat në të amon men pse është rej. Për çfarë se bepi ka hongër rej. Të na rejt për çdo ditë fëmija. Nuk dihet apo rejt për me faja pa faj. Allah në rujt ja rabbi. Qka kish kujdes. Dhe ka thonë Alesa ato sa në fund në hadithit, thot ndani prej shtretërve kur t'i bojnë moshën 10 vjeçore. Ndani mos e lëni zbashkë. Hadithin transmeton Abu Davudi. Transmetohet nga Umar ibn Abi Salama radhiyallahu ta'ala anhu arda, thot isha një djalosh i vogël, thot dhe isha në kujdesin e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Thot kur ulshem me umër buk, shkoj ke dore e me herë në gjallë herë në shmojt, nuk kishe kanor. Thot i dërgu me Allahu sallallahu alaihi wasallam më këshilloi dhe më tha, fillim thuj bismillah përmendë emrin e Allahut. Ha me dorën e djathtë dhe ha para vetes. Ha me dorën e djathtë dhe ha para vetes. Dhe kjo është etik që duhet me tregu edhe fëmijëve tonë. Duhet me tregu ndoshta kanë edhe vetet. Pse? Për kujtimi bën dobi. Për kujtimi sjell ty dobi. Dhe megjithatë është shkollë për fëmijën tonë. Pika 4 dhe e fundit është djetor që kanë cek obligueshmëria që t'jesh i drejt në mesin e fëmijëve. T'jesh i drejt. Jo njonit mi do pasoni ma shumë, për shembull e tjetrit mi lom ma pak. Që shërë transmitimet sakta nga Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu arda, i cili thot më dha dhurat baba jam prej pasonisë vet diçka. Dhe nona e me thot i foli babës dhe i tha unë nuk jam e kënaq me këta që a ke vepru. Deri sa ta mash të dërguarin e Allahut alayhi salatu wassalam dëshmitor. Unë s'jam i kënaq.
Shko merre dërgumin e Allah dëshmitar, atëherë po. Nga se ishin të mësu me nënshtru Allah dhe pejgamberit alayhisalatu wassalam. Kështu ishin edhe gratë e sahabive o vëllazë. Dhe shkon babaj Nu'manit te i dërguar me Allah alayhisalatu wassalam dhe i thotë ja Rasulullah, thotë kom dhënë një pjesë të pasionisë teme, ja kom dhënë dhurat Nu'manit. I dërguar me Allah alayhisalatu wassalam i thotë, a ke vepruar me të gjithë evladët e tu çka i ki, kështu, a ke vepruar njësoj? Thotë jo ja Rasulullah. Thotë mos e bën këtë. Mos e jep. Kthehet e mos. Me një transmetim tjetër, i dërguar me Allah alayhisalatu wassalam i ka thonë, unë nuk dëshmoj në padrejtësi. Këse ti të bo padrejtësi, unë nuk dëshmoj ata. Një transmetim tjetër, i ka thonë alayhisalatu wassalam, a ki dëshirë të që të gjithë evladet e të tyje me ordhe me të respektu njësaj, pa dallim, thot po ja Rasulullah. Me dosh njësaj, thot po ja Rasulullah. Thot atëherë, thot mos e vepro këta që e ke vepru. Kthehet e mas. Dhe kështu e ka kthy pasonin aty ku e ka pas në vendin e vet. E kjo është vëllazëri që na pika të shkurta të kemi kujdes këtë gjenerata vëllazëri. Këtë gjenerata vinë vazhdimisht, që shtot neve dikush na ka boda vet, dhe kena orsat ku jena, ti mormi fëmijët me veti, ti edukojna në islam, t'ja bojna dashur këtë din, t'ja vlerësojna çështjet e këtij dini o vëllazë. Wallah nuk ka sen më dashur se sa nesër ditën e kiametit evladi me dal karshiteja dhe me dal për ty me dëshmu para Allahut. Nuk ka sen më të mirë o vëllazë se sa kjo, nga se edhe ti që i lyp xhenetin e Allahut, fëmijët e të do të jenë dëshmitar nesër ditën e kiametit. الله نفعل نيفذ يا رب وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. Lavdërimet tona me sinqerta dërgojmë Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu në lartë madhëruar e falenderojmë, dhe të prej Allahut azza wa jall ndihmë dhe falje kërkojmë. Ka në zonë Allah në rrugën e drejtë nuk ka kush që humb, ndërsa kush me dëshirën e tij zgjon rrugën e humbjes. Nuk ka udhëzues për të përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Çështja e fjalës në fenë e Allahut azza wa jall dhe sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është prej amaneteve më të mëdha që njeriu e ka prezent apo e ka me vete. Rëndësia e fjalës në Kur'anin famulart dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është çaq e madhe saqë për shkrimin një hadithi ka ardhur, robi mundet me thonë një fjalë, me çat fjalë e kënaq Zotin e tina. Me një fjalë e kënaq Zotin tanë. Por njeriu mundet me fol diçka çka atina heq asgjë dëgjon veshit, e me çat fjalë ai mundet me meritu hidhrimin e Allahut azza wa jall derisa t'i vjen vdekja. Andaj kur njeriu kupton që amaneti më i madh tek njeriu është fjala, çka sot na e kemi në gjuhën tona, atëherë edhe kujdesi për këtë amanet kaq të madh duhet të jetë shumë më i madh. Fjala ka pesh shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith që ka nxjerr Imam Muslimi ka thonë imani ka 70 dega më e lartë e imanit në fenë Allahut azza wa jall është fjala la ilaha illallah. Do më thonë është fjala la ilaha illallah dega më e lartë e imanit të fesur. Për këtë arsye Allahu azza wa jall ka thonë ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Nuk e shqipton një fjalë dikush nga jo, vetëm se mbi supe keni vëzhgues të rrept, ato se çka jeni të e ful, ato se çka po dëshmon, ato se çka jeni të ful ti për një vëlla musliman, për një motër muslimane, apo për hukm të fesë,
apo për një sunet të pejgamberit sa vetë se dije që mbi ty janë dëndëshkus të rrept. Nuk kanë ata mëshirë nëse ti dersin që hoxha përmeni, mund lajthi diçka me fjalë, apo nuk je i vëmendshëm diçka edhe ja fut që shteket. Për shkak mos rëndësisë e fjalës në fejnë Allahut Azza wa Jall. Pastaj dietarët kanë thonë, muslimani nuk duhet me konsideru fjalën diçka të vogël. Përderisa me një fjalë e kënaq Allahun, edhe me një fjalë e meriton hidhrimin e tina. Ka disa fjali që neve nuk na duken kur gjë hiç, po në fejnë Allahut Azza wa Jall ato kanë pesh, kanë amanet. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lënë të ku me Safijen, njënën për gruat se ti, Aisha i ka thonë, o i dërguar i Allahut, se ka thirë kur në emër, e ka thirë, o i dërguar i Allahut, po të mahnit Safija edhe është qaq, ka qenë e shkurtër me trup. Pastaj pejgamberi, shikoni çfarë fjole ka thonë, po të mahnit Safija edhe është qaq. Dietarët kanë thonë e ka pas qëllim që ka qenë e shkurt. Pastaj pejgamberi sa çka i tha? O Aisha, e ke thonë një fjallë që ty hiç kur gjohë së ka të duket. Po mja u gju detra e oqeanët, këto krijesa të me dha që Allah i ka kriju në shërbim tonë, kërejt kish me i trubullu. Qka po ta mërmenja ty edhe mu? Një fjallë kur na e lendojna një vllahut tonin prezent. A për kuptoni çka është rëndësia e fjallës fejnë Allahut Azza wa Jall? Pastaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka nxjerrë gjithashtu Imam Buhariu dhe Muslimi, ka thonë, mos folni fjalë çka s'duhet, edhe mos thirrni diçka çka nuk din sigurt. Pse po fol? Ato që ka nxjerrë Buhariu, që ka nxjerrë Imam Muslimi dhe Buhariu, këtë transmetim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka nxjerrë, men kana yu'minu billahi wa yawmil akhir. Kushdo për juve që ka besu Allahun Azza wa Jall edhe ditën e ahiretit. Pse Allahun Azza wa Jall? A për një Allahun pu? Qysh po mundesh ti me ful keq kur jetë e njëjtë Allahun alt? Ai cili është i bukur, ai cili ka cilësitë më të përsusura. Ti cili po shpreson nesër që kime po në xhenetin e Allahut, edhe pendut gjuhën tonë me diçka që nuk janë prej cilësive të pejgamberëve dhe njerëzve të mirë. Çu shko mundësi kjo? Edhe për besoni ahiretin, pse ahiretin? Si kime jep llogari për çdo fjalë që e thu. Nëse Aishës për shkak të kësaj fjale i kish trubullu detrat, a e dini na sot detrat i kishum trubullu? Unë nuk po flas me ful një fjallë që e lëndon vllovin. Kja ka lëndu Safije nëse kesh dëgju prej Aishës këtë gjë. A e dini që dha dhe shpifu mbi vllazni? Na dhe fulun fjallë që ka s'duhet me ful për vllazni. A pe kuptoni? Jo detra me trubullu. Po për shkak që na nuk jem të besu llogaridhënien për Allahut Azza wa Jall, jem të lëndu shumë fjallë. Për që ta çdo ditë na lëndujna. Çdo ditë na e prekum dikan me gjuhën tona. Çdo ditë. Allahu Azza wa Jall, pejgamberi sa më tha, kushdo që ka besu Allah edhe ditën e ahiretit, falyakul khayran aw liyasmut, ose le të ful mirë ose heq. Heq bre mos fal. O po thuj, o le thuj be qa duhet, heq bre mos fal, se ti ki me e plogari i vet, a i ka me e plogari i vet. Apo do me ru imonin tanë, po. Apo do me taku me Zotin tanë, po. Apo shpresakën takimin me Allahun Azza wa Jall, me pejgamber të Allahut, me njerëz të mirë, ata që kanë bën gjallë rrugën e Allahut me pasuni, e dituri, e krejt ata që kanë kontribuar deri në centin e fundit. Po, ose fal mirë ose heq mos fal.
është urdhër prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kush del për këti rregulli, që dolëm na ton dolëm na. A pe kuptoni që na nuk përputhën me sunetin e pejgamberit? Këtu nuk janë fjalë që më janë zonë kryt vetit ose dikujna. Këtu janë fjalë që na më përmirësu se nesër kena me dhon shpirt, edhe kena shoqërues treft mbi kraharor. Ai nuk din ty me të ru. Çka ke ful? Për çfarë ka thonë pejgamberi? Mos folni diçka që s'është e vërtetë, se melekt e shkruajnë ato se çka ti e thu. Ato nuk e dinë është e vërtetë, çka të thotë ajo e shkruan. Pastaj Imam Nevevi rahimahullahu taala ka thonë rreth këtij ajeti, ka thonë është hadithi bazë mbi edukatën. Që krejt dietarët kanë punu me sot. O kanë fol mirë, o hezbre s'ka folaj. Po thuajnë, e ka thonë, heq, ka thonë është hadithi bazë mbi edukatën e besimtarëve. Me fol mirë ose heq mos me fol. Pastaj hadithi që kanë nxjerrë Muadh ibn Xhabeli, inshallah, është për hadithën nështë që kanë nxjerrë ky sahabi, Imam Tirmidhiu rahimahullahu taala transmeton, e kanë nxjerrë në senedin e tij, që veç me ndëgju, o hesh mos e komenton. Na mjafton ai hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë: "Wa hal yakunu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim?" A i përmbys njerëzit me ftyra në zjarë diçka tjetër përpas gjuhëve të tyre. Çka folin ata? Kanë njerëz që kanë mugju me ftyra në zjarë. E që kë poshtrim, për kanë është veç ai i cili ka nxjerrë fjalë të thurura prej gjuhës tina. Inshallah në lësë Allah në zëgjel që na me pas dobi prej ajeteve kuranore, prej haditheve, me besua Allahun azza wa jall ditën e ahiretit që kena me dhënë llogari, me fol mirë për vllazni, me ndihmu fejnë Allahut azza wa jall, sa kena mundësi. Pastaj dietarët kanë thonë hadith pejgamberit duke u bazu, ka thonë pejgamberi fjalë e mirë sadaka, fol mirë, edhe premtoni, e buzëqesh një vllaznive, bani vepra të mira, mos ba keq, mos fol keq, s'vjen shprehje muslimone m'ia bë veprën muslimonit. S'vjen shprehje besimtari, ai Allah ka urdhëruar me fol mirë ose me hesht, a vjen shprehje muslimone me gënjy? Për sa tha asnjë hadith nuk e gjon që a ka mundësi besimtari që në gënjeshtor ose tradhtor nuk gjon. Ka prac, ka mundësi. Sa i fol mirë, po do shtrengon, nuk se dënë Allah pasuninë e tina. Për që ta Allah se a merë pasuninë e tina. A i dërë shtrengun. Ko nevojë nështë ta gjamia për pak, a i ko edhe 10 herë të shpia. Po nuk ja merë Allah porën e tina. Shka i vynë? Fejes Allah të mungrit mbi porën e tina. Kur a i njëtën e ko dëmtun për Allah në zëgjët, ko dyshime hale që me bo me jep, shtërruet, me bo me dhonë këto, Allah shikën e njëtën, në defekt. Për pëse Allah me pos nevojë për porën e tina? Për që ta e lusim Allah në zëgjër që fjallet tona me kom prej sebepeve që na me knoqë Allah në zëgjër e ju me zbrit hidhrimi bineve deri në vdekje. Andaj, lutë në Allah në zëgjër që Allah në përmisu fjallet tona. Lutë në Allah në zëgjër që Allah në përmisu vejpa tona. Lutë në Allah në zëgjër që kur dhe që ka diçka me zvaznive me arryp halalin, kur është që ka full mas shpine për një vlole, shkëllit të lyp halalin, e ti kërkën falja tina, pse se ka dënim për këtë qeshtje, ka dënim të rrët për këtë qeshtje, për që ata të gjithë jemi me katar, të gjithë jemi ata cilët e kemi ngarku dikan, jemi të gjithë ata cilët e kena ngarku dikan, për këtë arsyna jena këtë gjendje. Do të në Allah në zëgjel që Allahu më në uzun fejnë e tina. Allahu azëgjel më ju ndihmu besimtarëve këtë dhe që janë. Ata cilët të ndihmujnë fjallën Allah të azëgjel, që me kon fjallë Allah të me e lartë, Allah më ju ndihmu e më ju e fitore. Ata cilët janë në bugje për besimtarëve, Allah më i liru. Ata cilët janë të pamartuar mesin e besimtarëve, Allah më i martu. Ata cilët kanë probleme të loshe, Allah më ju largu.
Ata të cilët janë smur për besimtarëve, janë shtrirë në për vendet të cilët caktuara. Lusim Allahun azza xal që Allahu më i mëshiru. E nëse nga ata Allahu i merr, Allahu më i marr me mëshirën e tina. Bane do për vllazni, se kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qul qawli hadha astaghfirullah li wa lakum innahu huwa tawwabur rahim. Allahu i nderoj vllazni, me kaq e përfundojmë sonte. Allahu i nderoj për çdo hap që keni qit. Lusim Allahun azza xal që këto dersë më kanë dobi për zemrat tuaja. Selam.